Përshëndetje, atëherë jemi me një tjetër video tashmë edukuese për sa i përket price action dhe do ju shpjegoj se çfarë është price action dhe kur do na nevojitet price action. Fillimisht, ajo çka duhet të dim për price action është që price action është mënyra se si lëviz çmimi. Pra është mënyra si lëviz çmimi nëpërmjet qirinjve. Dhe kjo do me thënë është studimi ose ndryshe studimi i qirinjve. Pra merret me studimin e qirinjve, të qirinjve berish dhe bullish. Kjo gjë do na duhet në dy aspekte. Do na duhet kur të kuptojmë se duhet futemi sell dhe kur të kuptojmë se duhet futemi buy. Pra, kur të futemi sell, kur të futemi buy. Dhe këtë gjë do e kuptojmë duke studiuar qirinjt dhe nëpërmjet qirinjve të kuptojmë në rastin kur të futemi buy se forca e shitësave ka rënë dhe forca e blersave është rritur. Ndërsa për sa i përket kur të futemi sell është e kundërta. Pra forca e shitësave është rritur dhe forca e blersave ka rënë. Vetëm nëpërmjet këtij leximi të qirinjve, ne do mund me pak fjalë të kuptojmë anën logjike të lëvizjes së marketit, se a do shkoj buy, a do shkoj sell, kur do përfundoj një lëvizje bearish, kur do filloj një lëvizje bullish. Pra në rastin e parë këtu është për të kuptuar se kur do përfundoj lëvizja bearish dhe kur do filloj lëvizja bullish. Dhe në rastin tjetër, kur do përfundoj lëvizja bullish dhe kur do filloj lëvizja bearish. Pra, këto do na duhen me patjetër të studiojmë qirinjt që do na jepen dhe ajo çka na duhet ne për ta kuptuar këtë gjë. Na duhet leximi i qirinjve, të krijojmë një logjikë duke u bazuar në lëvizjen e qirinjve,
na duen zona supply dhe demand, dhe kjo është më kryesorja. Pra, me pak fjalë na duen qirinjt, na duen pattern qirinjsh, pra formacione qirinjsh, dhe na duen zona supply dhe demand për të ditur se ku mund të ndalë çmimi. Pra, në momentin që ikim bullish, ku ka një zonë supply që mund të ndalet, në momentin që ik bearish, ku ka një zonë demand që mund të dalet. Pra, vetëm në bazë të këtyre, do mundemi që të kuptojmë price action dhe ta vëmë në punë për të pasur një analizë teknike sa më perfekte. Kështu që në videon e radhës do ju tregoj tani rastet se kur price action na tregon ne për të pasur një lëvizje bearish. Kështu që shihemi në videon e radhës.